Jemi përsëri në studio me editarin e fundjavës të ftuar, kemi Tet Koplikun, drejtuesi i departamentit Brain Gain Partinë Demokratike. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Do të nisim bisedën nga një element ku e lam me të ftuarit që kishim pak më herët, protesta e Partisë Demokratike. Kjo çështja e skenareve para protestës është gjithmonë një pyetje që ne ja bëjmë dhe kolegëve tanë, ja bëjmë dhe le të themi njerëz dhe funksionarë të ndryshëm partijak, dhe kuptohet që çdo protestë ka një element surprize në organizimin e vet. Por çfarë kemi mësuar deri në këtë moment është se ndryshe nga protestat e tjera, të paktën të nisura nga dhjetori, kjo protestë me gjasa nuk do të ketë një foltore. Dhe shumë njerëz këtë e morën si një, le të themi, element paralajmërues se protesta në vetvete mund të jetë më ashpër, mund të jetë fokusuar vetëm te përplasjet, nuk e di sa qëndron diçka e tillë, apo nëse me informacionin që keti së brendshmi ka diçka që mund na ndihmojë të kuptojmë më shumë. Informacionin që kam së brendshmi nxjerrim në publik atë që Partia Demokratike ka nxjerrë në publik, pra nuk është se kam një lajm ekstra për më nxjerr, por gjithsesi simbolikisht ashtu është, pra me shumë mundësi nuk do të ketë folës, dhe simbolikisht fjalët i takon qytetarit, pra sepse shpesh është kritiku Partia Demokratike që shumë fjalime, ne i dim përmend ato fjalime, gjithsesi nuk është ashtu, sepse një farë mënyrë nga protesta në protestë rritet presioni, pra edhe në nivel kombëtar, por edhe në opinionin publik ndërkombëtar, pra që ka bëjë hon çdo protestë ka bëjë hon, sepse shpesh quhet dhunë, po ato fushik zjarrat, ato molotov që shpërthejnë më shumë se çdo efekt tjetër nuk kanë pas as lëndimin e policëve, as lëndimin e protestuesve, por lajmet botërore rreth asaj që po ndodh në Shqipëri. Ka disa ngjarje ditëve të fundit ku tashmë me zot nalt po e thonë edhe eurodeputet atë që ne kena prej vitesh që e thojmë në Shqipëri, pra që nga kanabizimi i vendit dhe degradimin që kanë ardhur institucionet shqiptare në vite, tashmë po e thonë edhe me gjuhën e Brukselit edhe me gjuhën e Strasburgut, pra po fliten gjithë institucionet europiane për atë që po ndodh në Shqipëri. Kena një skandal të madh që po ndodh në lidhje me qeverinë Rama, që tashmë nuk bën më, sepse për herë të parë drejtësia shkon tek paralloma kryeministrit, gjë që nuk e ka bërë kurrë më përpara, dhe po prap opozita quhej sigurisht të kundër drejtësisë, por në fakt opozita ka qenë gjithmonë kundër një drejtësie selektive dhe që nuk shkon tek emëruesi i përbashkët, tek ajo që është evidente, që është Edi Rama, pra ai që i ka zgjellë gjithë këto hajdut edhe në nivel bashkish, edhe në nivel ministrish, edhe më poshtë pra nivel drejtorish. Ashtu dhe diçka tjetër, pra ndryshimi i po themi kabinetit qeveritar, që më shumë se ndryshim është një rokad, edhe më shumë se largimi i Belinda Ballukut, ose më shumë se Rama 4 bis, është Balluku 1, pra Ministria Ballukut zëvendësohet nga njeriu më i besuar i Ballukut, dhe konkurrentja brenda partisë që është Eliza Spiropali largohet nga kabineti pa ndonjë shpjegim tjetër përveç se konkurrenca e brendshme. Pra ka një lloj lëkundjet të brendshme tek organizata kriminale që ka emrin qeveri, ku interesat nuk janë interesat kombëtare, pra që marrin bashkë kabinetin apo qeverinë, por janë interesat e ngushta, të cilat janë shumë të forta për sa kohë që ndron interesi mbrapa, por bin si një kala përërët në momentin që shikohet që po themi pushteti po largohet nga Rama. Pra protesta në këtë sens është ndryshe nga protestat e tjera, sepse ka një kontekst shumë më të fuqishëm se sa protestat e më përparshme. Okej, ti bëre një preke aq shumë tema që pak a shumë janë temat që të fokusoj bisedën në tonë, dhe unë prandaj më shumë se skenari, këtë po thosha, pra më shumë se skenari është konteksti i protestës që e bën ndryshe nga protestat e tjera. E kuptova, ndaj dhe nuk të ndërpreva. Por gjithsesi unë doja të qëndronim pak te ky elementi që ti the, për t'i lënë fjalën qytetarëve. Mua për shembull nuk më janë dukur të këqija mesazhet politike që vinin nga podiumi i protestës. Domethënë më duket më tepër te zgjedhja e individëve, që mos kthejmë shumë mbrapa në kohë. Te fundit kishim Hasimjen, kishim Tabakun, kishim zonjën Shkreli, drejtuese e Degës së Shkodrës, të tre këta parë shumë pozitivisht si ndërhyrje, si edhe antari i departamentit Brain Gain Alessandro Gjufi, që ishte djali 19 vjeçar. Absolutisht, po them nga emrat që njihen nga publiku i gjerë, por edhe me time të drejtë. Jo, ishte gjithë përfshirë se po e thekson. Jo, bën shumë mirë që e thekson. Po dua të them që kur emrat janë cilësor, mesazhet nuk mund të quhen se janë lodhës, u lodhen njerëzit duke dëgjuar. Por si që dhe jo, nga protesta në protest, pritet gjithmonë diçka ndryshe. Dhe këtë herë, ka me kënë ndryshe jo se janë lodhë nga fjalimet, por të provojmë edhe protesten pa podium, si me thanë, pa foltore, se si do t'jetë këtë herë, pra, sepse sigurisht janë organizatorët
nivelin e kryesisë dhe nivelin e sekretariateve të Partisë Demokratike që do të vendosin skenarin final, që vendoset pak minuta para se me fillu protesta, por gjithsesi e sigurt është qëndrueshmëria e protestë Partisë Demokratike që është më esenciale se çdo lloj elementi tjetër për sa i përket protestë, pra a do të vendoset çadër, a do të qëndrojmë aty, a do të përsëritet nesërmen protesta, këto janë gjitha që përcaktohen sigurisht nga grupi organizator, por përcaktohen edhe nga reagimi i popullit, pra sepse njerëzit e kanë në dorë vetë qëndrimin ose jo qëndrimin, dhunën ose jo dhunën, pra pa u fut në... Pra qëndrueshmëria përkthehet dhe në rikthimin në protestë. Po ta shikojmë nga protesta në protestë, është ofruar edhe koha... Ka një kritikë që i bëhet opozitës, për shembull edhe nga zoti Lapaj, që vinë blidhe dhe ikin. Po mirë, dakord, kjo nuk e pengon zotin Lapaj me e bën ndryshe, dhe po e bën ndryshe, po e bën zoti Shehe ndryshe, po e bën zoti Qori ndryshe, por protestat më masive që kanë një lloj kredibiliteti në opinionin publik dhe në, po themi, publikun shqiptar. Janë ato të Partisë Demokratike, janë ato të Partisë Demokratike dhe e kanë treguar votimet, e ka treguar koherenca e Partisë Demokratike, sepse ne në vite më shumë se sa kena luftuar me sjell Partinë Demokratike në pushtet, kena luftu për me pas e para institucionin e protestës, pra të revoltës, si një instrument që është në dorën e qytetarit, dhe kur tjetë Partia Demokratike nesër në pushtet, pra revolta tjetë një instrument që populli i tunë qeverisë, të cilin Rama ka tentu me zhba, duke zhba edhe Partinë Demokratike në 3 vite që kena pas luftën e brendshme, e ka tentu me vra duke vra institucionet, dhe Partia Demokratike ka kënë gjithmonë pengesa kryesore për me xhba demokracinë, dhe ma shumë se sa kthimi i Partisë Demokratike, që patjetër për mua është një domosdoshmëri kombëtare, edhe pse do të jetë shumë e vështirë, sepse nesër pa Ramën kryeministër këtu kena një tokë djegun, pra duke pa buxhetet që janë vjell, domethënë vjedhjet, niveli vjedhjet. Dhe Rama gjendemi grop. Po pra gjendemi grop. Arrim deri te ai momenti. Gjendemi grop. Po, në buxhet që na la Partia Demokratike, kështu që është e vërtet, pra sepse shifrat flasin ndryshe. Okej, po them mos ta kthejmë në diskutim teknik. Jo, po them, jam do të thënë që dhe nesër nuk ka me marru sfida me rrëzimin e Ramës, këtë jam të thënë. Shoqënia shqiptare ka përpara. Është më e vështirë. Ju po shkoj ndoshta pak në ekstrem, por mua më duket pak a shumë si Gjermania mos luftës dytë botërore. Kështu e ka dhe Shqipëria të nesërmen, pra. Ose do të vazhdojmë drejt zhbamjes totale të Shqipërisë dhe vakumi nuk met këtu, pra zëvendësohet me filipinez, me indian, siç e shohim çdo ditë në rrugët e Shqipërisë, në rrugët e Shkodrës, në rrugët e Tiranës, ose do të ndërtojmë një Shqipëri me shqiptar, ku do të jetë një pakt i ri kombëtar, pra një kontratë re sociale që duhet mund nënshkru jo vetëm me Partinë Demokratike, pa çka se Partia Demokratike është lokomotiva e opozicës dhe ka peshën kryesore të kësaj përgjegjësie. Është folur shumë për këtë idenë çfarë synon Partia Demokratike me këtë cikël protestash, dhe është ideja që shumë forma protestash kemi parë, Muratovi nuk është herë e parë që hidhet në protesta në Shqipëri, edhe vetë protestat të Partisë Demokratike, kështu që njerëzit në vete e kanë të qartë që Muratovi nuk sjell diçka, nuk është Muratovi që e sjell rezultatin. Por shumë njerëz besojnë se Muratovi të rreq vëmendjen e medias ndërkombëtare që sensibilizon kancelaриtë ndërkombëtare. Nëse është ky qëllimi, çfarë pret Partia Demokratike, sepse duket sikur ama ky Molotov nga ana tjetër po i kritikohet dhe nga eksponentës të djatës e europianës, siç ishte zoti McAllister, kemi mësuar deri diku që dhe nga ky grupi Misioni Faktmbledhës i PPS nuk është shpritur mirë në vetvete si, le themi, element reagues i opozitës, por këto kanë qenë diskutime të bëra me dyert të mbyllura. Dua të them, mos ndoshta rrezikon, nëse synimi është ky që tham, më thuaj ti nëse kam gabim pastaj, por nëse synimi është tërheqja e krijimit ndjeshmërisë tek partnerët ndërkombëtar, tërheqja e reagimit të tyre që mund të ndërmjetësojnë zgjidhjen e një krize. A rrezikon që kjo më pas të kthehet në bumerang, mos ndoshta ky aspekti Molotovit i mban më larg? Shikon, Molotovi nuk e çoj më larg se sa një aspekt dekorativ i protestës, pra për mua është, pra s'ka pas asnjë të lëndum nga Molotovi, mundet me u bë edhe pa Molotov, nuk është ndonjë problem i madh. Çfarë synon Partia Demokratike është zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, një sistem zgjedhor tjetër, një mundësi që shqiptarët me zgjedhje të lirë, largimin e durve të organizatave kriminale nga zgjedhjet, largimin e shtetit të shkrim me partinë që ndikon zgjedhjet, u banën goxha element, dhe sfundmi pra çmontimin e sistemit patronazhimit, pra të një administratë që funksionon si mbledhës e votash ditën e votimit. Pra janë gjithë këto element që e bëjnë pa mujtën që shqiptarët me zgjedhje të lirë.
Dhe kjo për mua është urgjenca e parë kombëtare. Ne nuk jemi një popull me kulturë demokratike të madhe, pra dalën prej komunizmit më përpara nga pushtimi osman dhe shteti i ri shqiptar, ne nuk kemi një kulturë demokratike dhe ndërkombëtarët kanë qenë gjithmonë garanti i kësaj demokracie të brisht në Shqipëri. Vitet 2001 që është e vërteta, 2002, pra që ishin ekstremi, pra ku paka shumë ishte njëjta formë, ku Partia Socialiste brutalisht villte zgjedhjet, çojnë në tavolinë dy partitë e mëdha dhe ndërkombëtarët për me kriju kushte që në 2005 me pas zgjedhje të lira dhe të ndershme. E morëm në 2005 me zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe dorëzuame sipas gjitha standardeve në 2013 me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, Partia Demokratike ka treguar një përgjegjësi si partia që ka drejtuar shtetin për me ruajtur këtë standard, i cili është shkatruar nga viti 2013 dhe kënajna. Por në këtë shkatrim nuk ka marrë pjesë vetëm qeveria Rama, kanë marrë pjesë edhe ndërkombëtarët me heshtjen e tyre. Deri diku duke u bërë si ministra shtesë të kabinetit Rama, siç ishte zonja Yuri Kim, në rastin kur drejtohej ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një farë mënyrë është bë bashkëpunëtore dhe drejtësia me heshtjen e saj, sepse asnjë krim elektoral nuk është gjyku deri sot. Pra kena disa raste sporadike, gjithë bim dakord që ka një masakër elektorale, të paktën edhe nëse s'bim dakord për një vjedhje industriale të votave, jena të bindur gazetar, opozitë, qeveri dhe njerëzit këto janë bindur që këtu ka vjedhje, e megjithatë nuk kena hetimin asnjë krimit elektoral. Ti mendon se arrin dot opozita këtë objektivin e qeverisë teknike, që do të përgatiste zgjedhjet e parakohshme vetëm me instrumentin e protestave? Opozita ka arrit disa suksese në këto 13 vite, edhe këtu flas që nga 2013 edhe kënajna. Pra ato protestat kundër Jan Velis, kundër Belinda Ballukut, kundër arrestimit pa drejt të zotit Berisha, gjitha kanë arrit me një sukses politik, pra. 2017 po ashtu Çadra ishte një sukses, pa çka se suksesi u shit në takimin e famshëm që s'do ta marrën vesh kurrë çau diskutuar brenda. Opozita shqiptare ka arrit me bë ligjin unik në botë dekriminalizimit, me zjarr kriminalat nga parlamenti. Pra opozita ka arrit me zhmontu gjitha skandalet, pra duke marrë rolin e sindikatave, rolin e mediave, rolin e drejtësisë, shpesh herë edhe rolin e shoqënisë shqiptare duke qenë një hap para asaj koshiencë kolektive që kena. Pra Partia Demokratike nuk, pavarësisht se nuk fiton zgjedhjet, sepse është e pamujtur me fitu zgjedhjet, po arrin me e çu deri në fund betejën për demokracinë. Dhe sot ne kena diçka që nuk e kena imagjinuar më përpara, pra që ndërkombëtarët me pranu me duke filluar nga raporti OSBE-u direkt, pra që është një farë mënyrë edhe produkt i pasqyrimit që i ka bë opozita shqiptare realitetit elektoral në Shqipëri, edhe tek misioni faktmbledhës apo ato dy deklaratat në Parlamentin Evropian të eurodeputetëve, ne nuk e kena imagjinuar që do të arrijmë këtu, pra, sepse kena pas vitin 2021-2024 kena pas në kuptimin e parë të fjalës tonë botën kundër. Dhe sot fal Partisë Demokratike ka opozitë, ka një shpresë për demokracinë shqiptare dhe unë jam i bindur që Partia Demokratike do ta çojë deri në fund këtë mision, pra, që ka pas qysh 92-shin. Pra i kthej demokracinë Shqipërisë dhe nuk mund ta vjedhë një band hajdutash, cilët, pra në momentin e parë siç e thash, pra prishet elementi i interesit, duke sikur po shkërmoqet i tani, pra po fillon të lviz diçka. Eliza Spiropali mendohet që është përjashtu për shkak deklaratave që ka dhënë kancelarit botnore, pra për ato luftën e brendshme. Duket që organizata ka një problem. Dhe kjo është lejm i mirë për shqiptarët, por nuk është e lehtë betejë me një organizatë kriminale që ka vulet e shtetit shqiptar. Dhe që merr vendimet që duhet të ketë një forcë si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike diskutime debate të brendshme. Dakor, por janë vende që nuk për shkak nuk e kanë pa në tan historinë e tyre demokracinë. Pra nuk ka çudi që këtu me vdek demokracia dhe mos me pas kur demokraci. Pra demokracia është përjashtim, se po kalojmë pak në interpretim kështu historik. Demokracia nuk është rregulli i shoqënive në botë, është përjashtimi. Është një përjashtim shumë i mirë, është sistem i keq, siç thotë Churchilli, por më i miri mes qive. Dhe më të mirë s'kemë parë. Më të mirë s'kena pa, më i miri mes qive. Pra, në këtë sens ne do na arrit diçka që e kanë provuar tjerët më përpara, derisa të arrijmë ndoshta me shpik një sistem unik që s'e kanë zbuluar tjerët, po pra në këtë sens nuk është vonë ose herë, dan kohën e vet, pra. Bielorusia s'e ka përfituar kurrë demokracinë. Unë pyetjen e kisha tek rruga që duhet ndjekur, sepse ne për shembull kemi dëgjuar zotin Berisha që thotë nuk rrëzohet Edi Rama nga drejtësia, nuk rrëzohet Edi Rama nga ndërkombëtarët, dhe është pyetja që si rrëzohet Edi Rama, si largohet Edi Rama. Nga qartësia e shqiptarëve
përmillan në fund kësaj marrëziet kolektive, pra, sepse në këtë marrëzi kolektive nuk është vetëm Por le ta pranojmë që një dorë nga ndërkombëtarët nuk do të ishte keq, do ndihmonte apo jo. Po, Berisha nuk thotë që nuk na duhen ndërkombëtarët për misionin tonë. Jo, kam shumë por nuk mjaftojnë as drejtësia, nuk mjafton as komuniteti ndërkombëtar për me vendos një rregull, pra atë që thash më përpara, një kontratë sociale mes ne shqiptarëve. Pra ne kena arrit një pikë që vendimet e qeverisë merren bodrume organizatash kriminale. Dhe ky është fakt, nuk është më një imagjinatë e zotit Berisha apo të Partisë Demokratike. Është fakt. Merren vendime dhe të dhënat e shtetit janë në dorën e një bande kriminale narrati. Kena 20 zëvendëskryeministra narrati, kena 20 zëvendëskryeministra që kërkohet heqja e imunitetit. Pra fal Partisë Demokratike çmëntu kjo organizatë kriminale. Dhe këtu duket që majoranca nuk do ta pranojë heqjen e imunitetit. Po unë doja që ndronin të shkojnë deri në fund, nuk ka asnjë problem, se nuk ndryshon, edhe arrestimi i zonjës Balluku është prapë një etapë, nuk është misioni final. Misioni final është arkitekti i kësaj. Është zoti Rama, nuk është as Balluku. Balluku është krejtësisht e zëvendësueshme. Meqense ishim tek rotacioni politik dhe roli i ndërkombëtarëve në këto mes. Ka shumë njerëz që kanë bindjen e padiskutueshme, janë shumë të shumë në numër që e kanë këtë bindje dhe që insistojnë me forcë. I referohem gjithë intervistave që kam zhvilluar referuar politikës tonë të brendshme. Është një temë që rikthehet. Thonë shumë njerëz që ndërkombëtarët qartësisht nuk e duan Edi Ramën, do të ishin shumë të lumtur të largonin, por nuk më rezulton akoma. Tani kanë filluar me dhënë arsyetimi, por nuk kanë me kë ta zëvendësojnë. Ideja është që problemi që mban Edi Ramën në pushtet është Sali Berisha në vetveta. Shiko, këto janë forma anestezie të shoqënisë shqiptare, pra. Nuk vihet pa ndërkombëtar, nuk vihet pa drejtësi, nuk vihet pa këta, edhe kjo që është ekstremi, pra, që të ndroni ju drejtuesin, marrë problemi i shqiptarëve. Këtë na thoshin edhe kur drejtuesi luftote për me bashkuar opozitën, Nuk jam të thënë që është heroi i pazëvendësueshëm zoti Berisha, por të njëjtat fjali na thoshin në 2021-shin, kur Partia Demokratike ishte destinuar, pra mos hani bar thotë Yuri Kim, me shkuën dorën e një pakicet që sot nuk rezulton kërkun, pra ajo pakicë. Flas numerikisht. Gabuar i zonjës Kim të politikës shqiptare. Ja, kam thënë, duhet shku tek kjo logjik, pra. Pra nëse zoti Berisha do të tërhiqte, pra me të njëjtën logjik atëherë, sot s'do të kishim opozit më. Pra zoti Berisha po çon betejën e tij deri në fund. Dhe ka totalisht legitimitetin me e bën një gjatë tillë. Është më i votumi i demokratëve, dhe këtë nuk e diskuton dikush. Ky është fakt. Pra unë nuk mendoj që 200-300.000 sa demokrat në ato 500.000 vota mbështesin zoti Berisha. Për transparencë kam thënë publikisht, shkruhet Partia Demokratike, lexohet Sali Berisha. Po ka rëndësi ka. Ky është një realitet. Edhe i qëndroi këtij këndvështrimi. Por ka shumë njerëz që mendojnë që unë nuk di se mjafton ti është më pëlqyeri mes demokratëve. Po, pas një logjik. Jam krejt dakord, po. Dhe zoti Berisha e din këtë gjë. Dhe për këtë i ka shtrirë dorën gjithë spektrave opozitare, sepse e ka legitimitetin dhe forcën me e bën një gjë të tillë, sepse është i provuar si lokomotiv opozitarizmi shqiptar. Jo vetëm si individ, por si drejtuesi një partie politike e cila dominon, po thojmë, shpirtin opozitar në Shqipëri, dhe ky është fakt. Pra, ndërkombëtarët, nëse doin me gjetë një justifikim, po thojmë, për me vazhdu mu drejtu shtetin nga bodrumet e Ergjys Agasit, kjo është një fatkeqësi për Shqipërinë, pra sepse ata do duhet ishin garant e sistemit demokratik në Shqipëri. Një sistem i pastër demokratik e largon jo vetëm Ramën, jo vetëm zotin Berisha, po cilin do politikan që nuk e dojnë shqiptarët. Pra janë të luftu për demokraci apo për tutel, si më thënë, me zgjell dikën për me drejtu opozitën shqiptare. Ne refuzume me bën 2021-shin dhe refuzojmë prapë me bë sepse s'ka logjik. Pra, në prill do të ketë zgjedhje në Partinë Demokratike, do të shifet si proces me shumë vëmendje besoj edhe nga ndërkombëtar, por edhe nga shoqënia shqiptare. Duhet të kujtojmë që jena vetmja parti politike që bën zgjedhje në Shqipëri, pavarësisht që janë imperfekte, por s'ka si me kanë perfekte kur ne nuk kena zgjedhje në fije në Shqipëri, por gjithsesi me e vetmja parti që ka instrument voti. Kultura demokratike që ti përmendë me të drejtë pak më herët. Qëndrojmë pak tjetëseke te kjo problemi që ka opozita shqiptare që nuk duket sikur nuk arrin dot të gjejë gjuhën e përbashkët dhe për gjërat për të cilat në artikulimin publik duket sikur bashkohen. Për shembull, largimi i Edi Ramës i bashkon të gjithë ato që konsiderohen si forca opozitare, gjithë spektrin opozitar. Por ama, nëse tenton t'i ulësh, qoftë edhe për kaq, të krijojmë një mekanizëm, le të themi një qeveri teknike që do të largonte Edi Ramën, as kaq nuk arrin të ndodhet. Unë i referohem asaj nismës zotit Hasimja që
nuk u duk të shkonte përtej Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, ndonse ai ka deklaruar publikisht në këtë studio që prisnim që më vështirë të ishte PD-ja në këtë negociatë dhe çuditërisht PD-ja ishte ajo që ka është realiteti, ky ka qenë gjithmonë realiteti. Se nuk arrit dot bashkohet opozita. Shiko, unë mendoj që coptimi i opozitës është ballë në këtë formë, pra duke kriju parti gjoja të baraz largume nga PD dhe PS, pra një narrativë shumë e rrezikshme që ka funksionuar perfekt, sepse jo pak shqiptar mendojnë që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë në njëjta gjë. Pra, duke filluar nga ato historitë me ato trillimet e Katowic, edhe deri tek zhgënjimi gjoja me politikën shqiptare, ku zhgënjimi është me masakrimin që është bërë buxhetit shtetit dhe institucioneve shqiptare nga 2013 aknajna, kanë përdor krijimin e këtyre partive të vogla, pra, në këto që nga 2013 aknajna. Dhe disa prej tyre kanë fuqinë e votave, pra sepse është një narrative besueshme. Dhe siç e thoni edhe ju, kur ftohen për kërkesën primare të tyne një tavolin, që është domosdoshmëri për me arrit rezultat, ata nuk ulen në tavolin. Pra, problemi nuk besoj se është i Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike ka thirrë disa herë në tavolina vet, ju dha edhe rastin e zotit Hasimja, pra duke tregu një lloj. Lapa ka qenë njeriu e them për televizionistët që kërkoi që mos ishte Berisha në Tryezë dhe në prezencën Tryezë ishte me përfaqësitë e lartë, po pa kryetarët. Ai vuri kushtin, Berisha pranoi dhe më pas Lapaj nuk shkoi të paraqiten në Tryezë. Është historia e përhershme, pra, sepse edhe për kandidat. Japim Cezarit çështën e Cezarit. Po sepse ashtu i takon, pra, opozita shqiptare për unë personalisht jo vetëm unë si person, po për gjithë Partinë Demokratike, unë jam krenar që i kena kënë në këtë betejë, pra, sepse unë jam i bindur që historia herët e vonë ka më shkru. Jo vetëm në zotit Lapaj, rastin e zotit Lapaj, por edhe në rastin e më përpashëm zotit Shehaj, pra, që vuni kushtin e vet për kandidatin. Partia Demokratike e pranoi më një herë për bashkimin në tavolinë, por nuk mundesh me thënë unë du tulem tavolinë, po tulem unë si forca më e madhe opozitare. Nuk mundesh me kërku në asnjë lloj negociate. Unë kam studiuar histori 5000 vite, unë nuk di se ka një rast ku ulen në tavolinë për me negociu dhe më i vogli vendos rregullat e lojës. Partia Demokratike është e konfirmuar për shqiptar, pra këto parti, nëse pranojnë shqiptarët si të aftë për me zgjell, duhet pranojnë zgjelljen e shqiptarëve, duhet pranojnë edhe zgjelljen e demokratëve, se shqiptarët janë edhe ata. Pra, nëse ne pranojmë logjikën e demokracisë, ne duhet tulen në tavolinë me peshën specifike që kena, patjetër duke lëshuar njëri tjetrin, dhe sidomos ajo që duhet me lëshu më shumë është Partia Demokratike, por nuk mund t'i thush Partisë Demokratike mos ekziston dhe ulen në tavolinë, sepse ka një problem që na ka ndjek gjithë këto vite, pra ishin protesta, dhe në momentin që vite Partia Demokratike, pse përfshihet politika, mos e bani politike, në momentin që ishte Partia Demokratike, pse nuk vjen Partia Demokratike, dhe në momentin që të njëjtën tezë përdorte një parti e vogël, nuk ishte më politike. Pra, e fundit, fjalia mos e bani politike ishte sinonim mos jetë Partia Demokratike këtu. Po këtë obsesion nuk mund ta pranojnë Partia Demokratike, sepse i kërkohet Partisë Demokratike mos ekzisto, që të ekzistojmë ne. E kuptova. Pamet që na jep regjia të zotit Berisha janë live. Unë doja që të ndjekim pak mesazhin e tij dhe rikthehemi në bisedë. Për të pa në vend gjendjen në Shqipëri, këta deputet të gjitha grupeve parlamentare të Parlamentit Evropian pasqyruan dje dhe pardje gjatë këtyre ditëve në qendrimet e tyre në mënyrë shumë të përgjegjshme dhe reale gjendjen në Shqipëri. Mbi këto raporte dhe në këtë bazë, dje një raport për Shqipërinë, paraqiti të gjithë problematikën e madhe të Shqipërisë. Dhe raport tjetër po përgatitet për të damkos Edi Ramën dhe regjimin e tij. Përveç kësaj, ju jeni dëshmitar se gjatë kësaj jave në Shqipëri qëndruan për 2 ditë misioni faktmbledhës i Partisë Popullore Europiane i përbër nga përfaqësuesit e 30 partive politike antare të kësaj organizate, i kryesuar nga sekretarja e përgjithshme Dolor Montserrat dhe nënkryetaria e Partisë Popullore. Në takimet e tyre të shumta me Partinë Demokratike, me mediat, me shoqërinë civile, ata gjetën një realitet shokues, duhet t'ja u them, e vlerësuar shokues e gjendjen, dhe na garantuan për mbështetje të fuqishme, na përgëzuan
për qëndresën që bëjmë dhe në asiguruan për shtetje më të mëdha. Pra, këto ishin zhvillimet, ndërkohë sot në mëngjes, agjencitë e lajme njoftuan se forcat ajrore të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara kanë bombarduar rezidenca dhe qendrat e udhëheqësve diktatorial teokratik të ajetullave të Teheranit. Leturojmë që të kenë marrë përgjigjen e merituar dhe të masi ky regjim ka vrarë të ri dhe të reja qytetar të vetë më shumë se çdo regjim i kohës sotme. Leturojmë që të marrin ndëshkimin e merituar, sepse prej kohësh kanë merituar një ndëshkim të tillë. Filloj me pyetjet. Alex Kaplaj, i nderuar doktor profesor Sali Berisha, dëshiroj të falenderoj nga zemra të gjithë qëndrestarët dhe protestuesit shqiptar që po qëndrojnë përballë regjimit anti-shqiptar të Edi Ramës. Atyre u jemi mirënjohës gjithë jetën. Ata sot janë krenaria shqiptare. Fakti që të gjithë ministrat që ka akuzuar opozita shqiptare për korrupsion dhe lidhje me bandat kriminale po përfundojnë para drejtësisë, tregon se betejat tona janë të drejta dhe shqiptarët po na mbështesin. Shembja e rrugëve të ndërtuara nga qeveria e korruptuar e Ramës tregon sa anti-shqiptare dhe antikombëtare është qeveria e tij. Fakti që tani Rama po sulmon drejtësinë tregon se drejtësia po i afrohet kokës së korrupsionit dhe lidhjes me krimin. Ju falenderoj për çdo gjë që po bëni për të shpëtuar Shqipërinë. Jam shumë mirënjohës për mesazhin tuaj inkurajues. Është një betejë e vështirë, por është një mision i madh në të cilin po bashkohen çdo ditë më shumë shqiptarë. Dhe me këtë rast duhet të rikujtoj shqiptarëve se kjo betejë nuk lidhej me Lubi Ballukun. Në asnjë rast. Kjo betejë lidhet me kreun e organizacës kriminale të qeverisë shqiptare që është Edi Rama. Ndaj dhe ne këtë betejë do ta vazhdojmë gjersa Edi Rama të largohet nga pushteti. Dorëheqja e tij dhe largimi i tij nga pushteti është kushti i gjitha kushteve që Shqipëria të gjejë paqen, të rikthejë zgjedhjet e lira dhe të ecë në rrugën e normalitetit. Viz Bejleri, doktor, a mendon se ka ardhur koha që Partia Demokratike të nxjerrë një platformë si do të dalim nga kjo situatë ekonomike, sociale, politike, kombinuar kjo me qeverinë teknike për të realizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme e ta bëjmë Shqipërinë vend normal për të jetuar? Zoti Berisha vazhdon bashkëpuntimin e tij me qytetarët, duket sikur edhe ai njësoj si ne ka një sy sa nga zhvillimet politike në Tiranë, ashtu dhe nga zhvillimet në Iran, ku le të themi pjesa më e madhe e botës gjithashtu ndjek me interes. Ne do të vazhdojmë bisedën në studio me Ted Koplikun. Ngelëm te kjo e cekëm pak në bisedën tonë këtë formulën në cilën u tentua dhe deri diku u arrit në zgjedhjet e pjesëshme vendore një bashkim i opozitës në Tiranë. Ky bashkim u arrit përmes emrit të Flor Binajt si kandidat i përbashkët të gjithë opozitës në zgjedhjet e pjesshme pra për kryetar bashkie. A mendon se një formulë ngjashme mund të funksionojë dhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare apo për një kryeministër, le të themi, teknik, nuk e di se si mund ta quajmë, por e ka më tepër te formula, se si arrim deri aty mund të diskutohet rrugës. Pra një kryeministër që nuk është as i Partisë Demokratike, as i Partisë Lapajt, as i Partisë Agronshejt, që mund të jetë një figurë që i përbashkon ama. Mund të tekalohet ky skepticizmi ndoshta? Personalisht, domethënë për rastin e bashkive ishte diçka e pranueshme, një mekanizëm për me tregu për gatishmërinë e Partisë Demokratike me bashkëpunu. Personalisht nuk mendoj se është një zgjidhje për sa i përket qeverisë, pra nuk mund të vendoset po themi një kryeministër që përjashton pra një figurë të Partisë Demokratike si të tillë, pra duke marrë parasysh pra gjithë betejën e Partisë Demokratike në këto vite dhe mitana pra peshën që ka në po themi në votën e shqiptarëve,
Por gjithsesi është diçka që e vendosin organet drejtuese të Partisë Demokratike një kontekst të caktuar. Për sa i përket qeverisë teknike, patjetër që s'do të jetë zoti Berisha kryeministri i qeverisë teknike, por për sa i përket qeverisë e krijohet duke propozuar kryeministrin partia kryesore fituese. Por për me shku deri aty, mitana ne duhet të krijojmë para një sistem zgjedhor të drejtë, pra sepse sistemi i fundit zgjedhor gjithë po bin dakord që nuk ishte një sistemi më i mirë i mundshëm. Pra, edhe në perceptim nuk është i drejtë, edhe në përfaqësim nuk është i drejtë. Të krijojmë kushtet që me zgjellë të lirë, që është kryesorja, pra, se ne mund të krijojmë 10 qeveri teknike dhe nëse vazhdon Suel Çela mbledh votat në Elbasan, bandat e Durrësit në Durrës, administrata e shtetit vendos ato vendi im përcakton, nuk ka zgjedhje, pra me çfarë do lloj sistemit, prap kryeministri Rama do të ketë 83, 93, 100 mandates, nuk e në lënë asnjë gjë pra për me drejtu shtetin shqiptar. Bashkimi, siç e thash edhe një herë, është çështje vullnetesh. Pra Partia Demokratike ka treguar që ka vullnetin për me bashkëpunu. Dhe kushti mos ekzistoi Partia Demokratike që të bashkohen në tavolinë, për mua është një kusht dashakeq që nuk kërkon bashkëpunimin, por kërkon gjetjen e një fajtorit për mos bashkëpunimin. Kushtëzimin ndaj Seli Berishës, unë deri diku pajtohem me ty, lë shumë pikë pyetje. Pse? Sepse Seli Berisha është fakt si prezencë, si kryetar, është njeriu më i votuar dhe duam apo nuk duam. Nuk e kena këtë diskutim më, pra, nuk është diskutim a dojnë e nuk e dojnë demokrat. Domethënë do të shihet absolutisht, është një realitet që të gjithë të tjerë që nuk i përkasin Partisë Demokratike do duhet ta pranojnë si një realitet. Por ama është dhe realitet skepticizmi që ekziston në pjesën tjetër të shoqërisë, jo të lidhur me mazhorancën, në raport me zotin Berisha. Kështu në këtë sens ka shumë njerëz që insistojnë që vetëm mënyrë se si mund të bashkohet kjo opozitë është që le të themi frontrunneri të jetë i të gjithëve, por jo ai, pra jo Berisha. Dhe në këtë sens interesant më duk dhe një tjetër zhvillim që Ermalia Simja, pjesë e kësaj negociatës që po zhvillohet në kampin opozitar, tha që Berisha është i gatshëm për shembull të pranojë edhe një formulë të proporcionalit kombëtar, që është ajo që kërkojnë forcat e vogla opozitare, të cilat duhet pranuar dhe kjo e shikojnë kanë këtë frikën se në hijen e umbrellës së madhe të PD-s mund të zhduken, mund të harrohen. Shiko, unë për proporcional kombëtar më duket një ide e mirë, sidomos një Shqipni në këtë realitet, pra, totalisht e shpopullume dhe kena, mos më thanë që kena një qendër ekonomike, një qendër politike që është Tirana fatkeqësisht, pra nuk është diçka që është larg logjikës, pra për sa i përket përfaqësimit në Parlamentin shqiptar, një proporcional kombëtar, qoftë modeli i Kosovës apo modelet ngjashme, por prapë i takon bashkëpunimit edhe me qeverinë, po themi, pra lëshimet e qeverisë për me përcaktuar një sistem të qartë. Siç e thash edhe herë, pra që mos bim përsëritje, Partia Demokratike ka tregu e ka shpreh dhe zoti Hasimja e tha edhe në intervistën mas atij fjalimit që majti pranë protestën e Partisë Demokratike, që zoti Berisha dhe Partia Demokratike është gati me bë shumë lëshime, pra lëshime shumë të mëdha, sepse qëllimi i Partisë Demokratike është realisht kthimi i demokracisë dhe kthimi i funksionimit të shtetit në normalitet. Dhe kur kjo të ndodhin, patjetër që çdo zot do të njihet me më shumë vëmendje. Kur të kena një qeveri e cila nuk pyet për zgjedhje, nuk pyet për institucione, asnjë sistem në botë, asnjë vullnet në botë nuk e bën të mujtun pra zgjedhjen e lirë dhe përfaqësimin e drejtave dhe detyrimeve nga të dyja palët. Në këtë sens, me që se folëm për zgjedhje dhe me të drejtë, interesant më duk ky takimi që zoti Gonzata, ambasadori i Bashkimit Evropian, bëri me dy drejtuesit e Komisionit Posaçëm Parlamentar, Bylyk Bashin dhe Gjiknurin. Pjesë e mesazhit ishte një fjali ku ai fliste ambasadori për një reformë të gjerë të rregullave zgjedhore. Pra duket sikur ndërkombëtarët nuk merren aq shumë me sistemin sa që merren me rregullat e lojës, pra. Jo, duket sikur më tepër po thonë jo arnime. Nuk kemi të kënaqur me arnime kur thonë një reformë të gjerë. Arnime kena qysh në 2009 që bëjmë, domethënë sistemi zgjedhor i 2000, domethënë ndryshimet kushtetuese që janë bën 2008 kanë ardhur u arnu deri në 2021, pra heqja e koalicioneve, sistemimi me formul pra i përfaqësimit, ne jena tek pak a shumë tek sistemi që është në shumë 2008 dhe realisht ka nevojë për një, duke marrë parasysh edhe ndryshimet demografike të Shqipërisë si fillim, por edhe absurditetet që ka përullu ky sistem. Por
për mendimin tim sistemi është diçka që duhet mu marrë në konsiderat dhe për sa kohë të ketë edhe vullnetin e ndërkombëtarëve është një çështje që do të zgjidhet. Por mi tana është tek rregullat, pra ju thoni për rregullat, por për mua ka shumë rëndësi rregullat e lojës, pra nëse do të kena një administrat shteti totalisht shkputur, mundësisht pra me nxjerr një ligj special me një kod caktuar që administrata e shtetit mos më marr pjesë asnjë aktivitet politik, pra sepse ka arrit një nivel politizimit administrata e shtetit dhe një rritje artificiale e numrit kur kena një popullsi që zvoglohet, kur kena shërbime publike që digitalizohen, e megjithatë kena një administrat që është rritë në vite, tregon qartësi që janë rroktar të cilët shërbejnë për Partinë Socialiste. Pra në Francë kena rastin e Marine Le Pen, vetëm për 2-3 raste të kësaj, marrëdhëniet pra ku paguhet me rrogat atje Bashkimit Evropian për me shërby funksioneve të partijake, ajo rrezikon mos me marr pjesë mos si presidenti për 5 vite të ardhshme. Kurse në Shqipëri nuk kena 2-3 raste, kena 200.000 raste, që në pjesën më të madhe janë shërbim o me detyrim ose me dëshirë për shërbimin që kanë marrë për rrogat e fryme dhe një administrat fryme pa asnjë sens, ndaj Partisë Socialiste. Tet Kopliku, drejtuesi i departamentit Brain Gain Partinë Demokratike, të falenderoj shumë për kohën që na dedikove. Ju falenderoj ju për ftesën.